Qeveria shqiptare do të blejë 3 avion për shuarjen e zjarreve nga një kompani e cila është dënuar për korrupsion në vendet e Bashkimit Evropian. Ndonse tenderi 15 milion euro i zhvilluar nga Ministria e Mbrojtjes është klasifikuar në shkallën më të lartë të konfidencialitetit. Kapitali ka siguruar disa dokumenta zyrtar që hedhin dyshime për një skandal të madh. Kompania është pallur fituese, e cila do të dorëzojë 3 avionët dhe do të ofrojë shërbimin e mirëmbajtjes së tyre për 3 vite. Quhet Air Tractor SRL. Ajo është një kompani spanjolle e cila ka të drejtën e tregtimit të avionëve amerikan Air Tractor në Europë, por ka një problem. Ajo është dënuar nga gjykata spanjolle për korrupsion, fiksim tenderash dhe kartel për më shumë se 20 vite në manipulimin e tenderave për avionët e zjarreve, në atë që njihet ndryshe si karteli i zjarrit. Një veprimtari që sipas gjykatës, vetëm në Spanjë ka shkaktuar një dëm korruptiv mbi 150 milion euro. Air Tractor Europe zotërohet nga një shtetas spanjoll i quajtur Vicente Huerta. Ky person zotëron një grup të madh kompanish, direkt ose indirekt, të cilat kanë ndryshuar shpesh emrat pas skandaleve të shumta, por dora që i kontrollon ato mbetet gjithmonë e njëjta, Huerta. Më parë Air Tractor është quajtur Avialsat, por pas një skandali korruptiv në vitin 2014, kompania vendosi të ndryshojë anëtarët e bordit, si edhe emrin e saj, duke e bërë Air Tractor Europe SRL. Megjithatë, praktikat e paligjshme nuk u ndalën, pavarësisht ndërrimit të lëkurës. Në shkurt të vitit kaluar, Gjykata Kombëtare Kriminale e Spanjës dha vendimin e parë për një nga çështjet më të bujshme të korrupsionit në Spanjë. Bëhet fjalë për një veprimtari kriminale në manipulimin e tenderave për blerjen e avionëve të zjarrit, e cila sipas dokumentave gjyqësore ka qenë në qendër të saj grupin e kompanive Air Tractor Europa dhe ka zgjatur për më shumë se 20 vite. Prokuroria e Spanjës paraqiti dokumenta se ky rreth kompanish ka fiksuar tenderat e blerjes së avionëve, jo vetëm në Spanjë, por edhe në shumë vende të tjera të Europës, përfshir Italinë, Portugalinë, Francën dhe së fundmi edhe Çipron. Por rrjedhoi gjykata vendosi të dënojë me burg ish drejtuesit e kompanive, si dhe të ndalojë Air Tractor dhe Titan Firefighting nga e drejta për të marrë pjesë në tendera për 9 muaj. I vetmi drejtues që u shpalli pafajshëm ishte Francisco Alandia, i cili bashkëpunoi me drejtësinë duke u treguar autoriteteve të gjithë veprimtarinë e paligjshme të kompanive. Çështja është apeluar dhe ky proces vazhdon ende në shkalla më të larta. Në vitin 2024, Ministria Greke e Mbrojtjes Civile hapi një tender prej 154.8 milion eurosh për të blerë 25 avion për fikjen e zjarreve. Në tender morën pjesë sërish 2 kompanitë, FA dhe Air Tractor. Qeveria greke shpalli fituese Air Tractor, por procesi u ankimua dhe u zyrtarizua vetëm në maj të vitit kaluar. Procedura standarde e tenderave në Bashkimin Evropian u kërkon kompanive të plotësojnë një formular që ndryshe njihet si deklarata solemne, ku të deklarojnë se nuk kanë shkaqe për përjashtim nga tenderat, pra praktikisht që nuk kanë dënime nga gjykatat. Air Tractor dhe Titan e dorëzuan deklaratën në qershor të vitit 2025, duke deklaruar solemnisht se asnjëra prej tyre nuk ishte e dënuar dhe që nuk kishin shkaqe për përjashtim, por rivali i tyre, pra kompania greke FA, dorëzoi në ministri vendimin e gjykatës spanjolle të shkurtit 2025, ku si Air Tractor ashtu edhe Titan ishin dënuar. Çështja hyri sërish në proces gjyqësor dhe në mars të këtij viti Gjykata Supreme e Greqisë e shpalli të papranueshme ofertën e Air Tractor Europa, duke anuluar tenderin. Praktikisht ky vendim e bën të pamundur që kompania të hyjë në tenderat publik të Bashkimit Evropian. Pronari real i Air Tractor Europa është një shtetas spanjoll që quhet Vicente Huerta. Aktualisht Huerta ka disa dënime në një sër procesesh në gjykatat spanjolle për çështjen e fiksimit të tenderave, falsifikimit të dokumentave dhe dhënies së rishfetit. Për çështjen e kartelit të zjarrit, Huerta është dënuar me 3 vite gjysmë burg. Për këtë vepër fillimisht ai u përball me një dënim prej 25 vitesh. Në atë kohë Huerta u gjykua së bashku me ish-ministrin e brendshëm të Valencias, Serafin Castellano, të cilin Huerta e korruptoi me dhurata me vlerë 167.177 euro. Marrëveshja e tyre e pranimit të fajsisë me zyrën e prokurorit në këmbim të dënimeve të reduktuara përfshinte një pagesë të përbashkët prej afërsisht 904.000 euro në kompensim për administratat publike të prekura. Më parë Huerta ju desh të paguante gjithashtu një gjop prej 649.800 eurosh, pasi pranoi që në vitin 2023, përpara gjykatës penale numër 4 të Valencias, se kishte mashtruar autoritetet tatimore nga viti 2009 deri në vitin 2014, duke përjashtuar vitin 2013, përmes disa kompanive të tij dhe në tatim mbi të ardhurat personale, duke kryer 9 vepra penale kundër thesarit publik dhe një akuzë për falsifikim dokumentesh. Gjithashtu në vitin 2020, së bashku me 3 pandehur të tjerë, ai pranoi një krim për negociata të ndaluara dhe parregullsi në projektin e aerodromit Viver dhe pagoi një gjob prej 900 eurosh, që pengoi të mbante gjyqin e parë të çështjes Avialsa,
por procesi më i bujshëm ndaj tij është ende duke u zhvilluar. Prokuroria Antikorrupsion kërkon tani 7 vite të tjera burg për të, për veprat penale të vazhdueshme të korrupsionit pasiv dhe falsifikimit të dokumenteve tregtare dhe private. Këto raste të fundit dyshohet se lidhen me projektet e zhvillimit urban të kryera në Kuartela dhe Alfara, ku Huerta ka korruptuar ish kryetarin e bashkisë dhe zëdhënësin e tij për të marrë kontrata publike.